vazhdojnë ndërprerjen. Mirë, Duncan, ai thjesht po përpiqet të ishte një mbikëqyrës i mirë. Është dita e tij e parë si mbikëqyrës. Nëse dikush e meriton që të shkarkohet, ai jam unë. E vërteta është... Ja. Ndërprerja e energjisë elektrike dhe e dini të gjitha gjërat e tjera dhe ky ishte faji im, edhe pse unë kam dukshëm më pak faj se ky. Unë jam shumë krenar për ju të dy. Jo vetëm që keni shfaqur shpirtin e bashkëpunimit të mekanikëve, por keni treguar edhe që jeni të gatshëm të sakrifikoni njëri tjetrin. Sakrificë për njëri tjetrin? Edhe atë, pra zoti V dhe zoti S, si thoni të harrojmë të gjithë shkarkimin Jumbo Bambo Mambo Jumbo? Si thoni të harrojmë? Me që po flasim për largimin nga puna, si është puna me atë derën e pushimeve kundër politikës o kompanisë? Ki kujdes, Salli, jam duke ngrirë atë. Zoti Vazovski, ne jemi këtu për të varë derën e pushimeve të zyrës tuaj. Zyrën ton? Tak, kush është? Unë kush? Unë jam tu për të mësuar për shakan me trokitje. E shri sa e letë është, një trokitje dhe përgjigje e thjesht të çonët të qeshura. Po, Çak, pyetje? Po, a nuk duhet të ketë një derë? Jo, kjo është bukuria e saj, asnjë derë nuk kërkohet. Po, atëherë, ku po troket? Nuk troket në asgjë. Nuk pe kuptoj. Nuk ka kuptim. Është e thjeshtë. Unë them, tak, jo përgjigjeni. Kush është atje? Pse të pyes kush është atje? Unë mund të të shikoj. Je duke qëndruar pikërisht përballë. Kjo është arsyeja pse duhet një derë. Ose një pengesë. Po, ty të duhet një derë. Nuk ke nevojë për një derë, mirë? Nuk ke nevojë për një derë. Unë them tak, ju thoni kush është atje? Unë them diçka si portokalli, ju thoni portokallia kush? Ti nuk je portokalli, je qartësisht i Kjo gjelbër. nuk duket pak si shaka. Ky është një konfigurim klasik, është tak, kush është aty? Po ti po më kërkon të gënjej Ka fëmijën. të drejtë, trokitje në një derë të reme duke keq interpretuar veten, është e gjithashtu me Nuk më dyshim. pëlqen të gënjej Po, fëmijën. kjo është kundër politikës së Mos kompanisë. po bëj të gënjej. Mos u mërzit, Çak. Ne thjesht do t'i përgjigjemi derës, pavarësisht sa gënjen edhe sa i bie. Nuk duroj dot më. Nuk duroj. Po është thjesht një gjë e thjeshtë mo. Tak, kush është aty? Kështu funksionon. Quhet humor.